Çështja e gazit amerikan në Kosovë është rikthyer sërish në qendër të diskutimeve. Oda ekonomike amerikane në Kosovë u ka bërë thirrje barzëve të mandatit të ri institucional që ta kenë prioritet projektin për gazin e lëngshëm natyror amerikan, duke vlerësuar se ky është një moment vendimtar për të ardhmen e sektorit energjetik të vendit. Sipas Odës, vendime që do të merren gjatë muajve dhe viteve në vijim do të përcaktojnë jo vetëm mënyrën e prodhimit të energjisë elektrike, por edhe nivelin e sigurisë energjetike, zhvillimin ekonomik dhe aftësinë e vendit për t'u përgjigjur nevojave të një ekonomie në rritje. Për Kosovën e cila vazhdon të mbështetet në kapacitetet të vjetruara gjeneruese dhe në importet të konsiderueshme të energjisë elektrike, koha e nevojshme për ndërtimin dhe vënje në funksion të kapaciteteve të reja prodhuese është një faktor me rëndësi strategjike. Çdo vit vonesë në krijimin e kapaciteteve të reja vendore nënkupton ekspozim të vazhdueshëm ndaj paqëndrueshmërisë së tregjeve rajonale, kostove të larta të importit dhe pasigurisë së furnizimit. Ndërkaq, analisti politik Ardian Bytyqi vlerëson se Kosova ka nevojë për rigjenerimin dhe modernizimin e kapaciteteve të vjetra energjetike. Kapacitetet gjeneruese, nëse mund të themi, janë të vjetruara, prandaj Kosova ka nevojë që të rigjenerojë këto kapacitete për prodhimin e energjisë elektrike. Nga ana tjetër, njohësi i energjisë, Adhurim Haxhi Musa, vlerëson se një projekt i tillë do të ishte i mirëseardhur për ekonominë e Kosovës, pasi do të kontribonte në rritjen e sigurisë energjetike. Gazi amerikan apo çfarë do qoftë ai dhe nga do që vjen, është i mirëseardhur për ekonominë dhe qytetarët e Republikës së Kosovës, për shkak se ai diversifikon portfolën energjetike të Kosovës, duke ndikuar drejt për së drejti në rritjen e sigurisë së furnizimit me energji dhe në anën tjetër lehtësimin e sistemit elektroenergjetik të Kosovës. Ndërkohë, ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, e më parë se kjo çështje fillimisht do të shqyrtohet nga ekspertët e fushës, ndërsa më pas institucionet do të marrin një vendim bazuar në vlerësimet profesionale të tyre.